Ju ka zënë gripi dhe kolla, zbulohet sekreti që ju shëron brenda ditës. Hudhra. Hudhra është një antibiotik natyral dhe nëse jeni të sëmur, shtypni 2 thelpi hudhër dhe I gëtitni me pakës ujë. Shumë shpejt do të vëreni përmirësime në shëndetin tuaj. Limoni dhe mjalti. Shtrydhni një limon dhe I shtoni një lugë mjalt dhe pastaj hidheni në një gotë me ujë të nxehtë. I shtoni pak kanellë dhe e pini. Përveç se është një pije shumë e shijshme, ky kombinim forcon imunitetin dhe e mbron nga viruset dhe bakteret. Uthull molle. Një lugë të uthullës së mollës e hidhni në një gotë me ujë dhe me këtë do ta lehtësoni ndezjen e fytit. Shurupi nga mjalti, limoni dhe xhenxhefili është një armë e shkëlqyeshme natyrale kundër ftohjes dhe gripit. Mjalti është një antioksidant natyral, ndërsa limoni një antiseptik. Dhe gjithashtu xhenxhefili me aftësitë e tij shërben kundër inflamacionit.